وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Emna Allahut, mëshiruesit të mëshirëtorësit. Përshëndetje që dërgojmë dhe në sipër një njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, bishop e tij, dhe mbi gjithë ata që i ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shumë prej nesh sot dhe vazhdimisht interesohet për shkaqet që na mundësojnë na pranojnë lutjet. Pra qa është e ashtu? Ajo vepër që na mundëson që Zoti i gjithësisë na pranojë lutjen. La dhe motra, dy persona. Lutja e tyre është e pranuar. Dy persona bëhen shkak që lutja jote të pranohet. Dy njerëz. E këta janë prindrit tanë. Këta janë prindrit e çdo njëri prej nesh. Respektimi i tyre bëhet shkak që të pranohet lutja tek Allahu i Lartësuar. Lutja e prindit për fëmijën nuk ka perë, nuk ka pengesë, i ka pyrë të qiellit të hapur. Lutja e nënës për fëmijën e saj. Lutja e prindrit për fëmijën e saj. Feja jote, Islami ynë, Allahu i Lartësuar në Kur'an porosit dhe thotë, dhe ka urdhëruar Zoti yt që mos adhurohet askush përveç tij, dhe cilëni mirë me prindrit. Me njëherë, pas adhurimit Allahut të Lartësuar, Zoti i gjithësisë vendos respektimin e prindrit. Dhe njëherë në sahabë, shoku i profetit alayhi salam, shkon tek i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyet: kush është njeriu më meritor, që meriton për cilën mirë me to? Profeti alayhi salam i tha: nëna jote. Tha po pastaj. Tha nëna jote. Tha po pastaj. Tha nëna jote. Tha po pastaj. Tha babai jote. Prindrit pra kanë një rëndësi të madhe. Profeti sallallahu alaihi wasallam i sahabit tjetër i tha: pra kap pas këmbës së saj. Pra me respektu, me usjell mirë me të, sepse aty është xheneti. Pra kuptohet prej atyre se xheneti është në këmbët e nënës. Pra me respektu, me ju bind, me dëgju. Dhe muslimani duhet me marrë shembull, profeti alayhi salam duhet me marrë shembull shokët e tij, porositë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse duam pra që jemi prej atyre që u pranohet lutja, bëhen shkak prindrit në datë për vështirësive, ne respektojmë prindrit dhe jo me marrë shembull ata të cilët nuk duan me ditë për babë, nuk duan me ditë për nënë. Vjen një farë moshe dhe i përcjell në asil, jo. Në Islam fëmia ka detyrë me i respektu, me i shërby prindërve të tij, derisa të rrojë mjek. Por në Islam vazhdon respektimin ndaj prindërve edhe pasi ata të ndrojnë jetë. Do më kot shkoi njëri te profeti sallallahu alaihi wasallam. Pasi kishin ndërruar jetë prindërit, tha: tashmë përfundon za detyra pra që kam ndaj prindërve, tha jo. Dhe i përmend disa gjëra. Ai pra mund të lutej për ta. Lutja kërkimi i faljes për ta, këto nuk ndërpritet. Nëse ndërruan jetë, pra ti pyet ti ke ndërruar jetë prindrit, kërkon falje për ta. O Zot falje, o Zot mëshiroj. Lutet për ta, Allah më përmend në xheneti. Porositë që ata kanë dhënë, me atë në vend. Nëse janë porositë pra që nuk i ndesh me urdhrat e Zotit. I ruan lidhjet dhe i respekton miqtë e tyre. Dhe ku ka më mirë se sa një fëmijë që thot po filoni është miku babës. Dhe e ruan lidhjen me to. Filoni ato është mikesha e nënës. Dhe mundohet që t'i bëj mirë asaj. Patjetër edhe i ruan lidhjet me faretisjet. Pse? Se ata janë lidhjet që na lidhin me fizikë, ma atyre lidhjet me ta. Këto 5 gjëra përmendin në profeti alayhi salam. Dhe çdo njëri praktikisht parasysh, por një këshill ja jap çdo vllai dhe çdo motre. Bëhu shembull i mirë për fëmijën tënd. Nëse do
që ai të të respektoj kur të rritet, mundohu që në sytë e ti me të regu respektin për pritin e tu, sepse po pa ai, që ti e i ftohë me ta, po pa fëmija ju që ti se respekton ata, mos prit nezër të vijë dhe të respektoj, se njeriu mëson më shumë me pamën se sa me gjurën. Dhe do ju përmend vetëm një ngjarje të shkurtër dhe me këtë ndërtë. E tregon profeti alayhis salam të atyre 3 personave që i zuri hyrjen në shpellë dhe shkëmbë, që mbetën në shpellë. Dhe secili prej tyre tha, tani vetëm Zoti më na shpëtoi. Prandaj çdo njëri tha le të përmend ti lutet Zotit me një punë të mirë që ka bërë. Njëri prej tyre ishte prindri i tij. Dhe sa herë merrte shushtin, pra e sillte në shtëpi, priste pra shtëpinë familjar të prindrit, pastaj vinte pjesës tjetër të familjes, fëmijëve të tij, pra si fillim të vinë prindrit. Një herë erdhi me familjes që ishte zonë shumë të prindrit. Priti deri në mëngjes, pra që u zgju, pina ka, pastaj u dha fëmijëve të tij. Dhe kjo ishte puna pra që ky ju lut Zotit gjithësisë me të që ishte po për hir të Allahut. Dhe Allahu i lartësuar bori shkak që të shpëtonin prapë prej kësaj ngushtice. Prandaj, nëse do që lutja jesh për atë që pranohet lutja, një ndër shkaqet është respektimi i prindërve, nus Allahu i lartësuar që na bëj prej atyre që i kënaqin prindërit, sepse kënaqësia e Allahut është kënaqësia e prindërve, thotë profeti alayhis salam. Hidhrinë e Allahut është hidhrinë e prindërve. Allah